janë do hadithe interesant, për asaj ka përmend që ai që s'fal namaz rrezikohet mu cilësua dhe sikur jo besimtar. Mëna, pse kështu ne? Do të thosh çka mund me kon namaz me jo besim. Ne dina se vepra nëse njëri e bën gjunal nuk del nga imani. Kështu është kjo rregull e sunetës. Po pse ndo hadithe shohim, për asaj ka përmend që lënia e namazit është sebeb njeriu me dalë edhe për imanit. Shembull më mirë në Kur'an e kemi rastin e iblisit. Në dinë rastin kur Allah ka krijuar Ademin alayhis salam, ka thonë birin sejdën shenjë respektit. Nuk pranoi iblisi. Tregoi me masi dhe i tha, o Zot, unë jam i krijuar prej zjarmit, Ademi është krijuar prej lloçit. Tha iblisi, zjarri është më i mirë se sa lloçi. Kështu që tregon një çfarë arsye, po kjo arsye s'u pranoi. Edhe tregoi me masi. Ulemaja thonë në një që s'fal namaz, pesë ditë thirrë zoni, hayya ala-s-salah, hayya ala-al-falah. Ka një çfarë hise të mënjëmasijes. Pra më dikush me thiti 5 ditë, eja. Jo vesh një ditë me vite, 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, sa ka qenë gjallë, e kanë dëgjuar thirrjen e Zotit, hayya ala-s-salah, hayya ala-al-falah. Edhe ti nuk i përgjigjesh se thirrje, ka tregon diçka. Një ndër hadithe që janë një dy hadithe, ta shohim, pejgamberi ka cilësu ai që nuk falet, që ka rënë më thon kufër. Ka thonë pejgamberi selam, inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal-kufri tarku as-salah. Mes shirkut dhe kufrit është ndenja namazit. Një vi që e ndon dikan më thonë që bot jo besimtar është çështja e namazit. Në hadith tjetër thotë pejgamberi selam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ka thotë kontrata mes neve dhe jo besimtarëve është namazi. Ai që e le atë e ka prish kontratën. Subhanallah. Ulemat më thonë kur ndalën mbi këto hadithe, tani këtu i kemi dy mendime të ulemave. Që kanë trajtuar, na intereson këta, se dikush mund me marrë kështu bukfan në këto hadithe dhe me thonë që e njeh filoni sfaret qafir kanë. Nuk është kështu kjo çështje. Ulemat e sunetit kur i ndalën janë rrezik këto hadithe edhe thonë çka ka pas përshtypjen me kufrin që është përmendur në këto hadithe. Një ndër kuptimet është kufri i vogël. Ne dinë se kufri janë dy lloje. Kufri që çet për imanit, edhe kufri që është i vogël që nuk çet as gjuna i madh, por nuk e çet personin nga Islami. E kanë thonë këto hadithe flasin për kufrin e vogël. Pra çështja e namazit nuk është e vogël. Më thonë çfarë mënyrë është kufri, çfarë mënyrë masi tregohet, por nuk e kanë nxjerr personin nga imani. Këtë mendim e ka shumica dietarëve. Këtu hin me dhëbi Hanefi, hin Maliki, Shafi. Por të Hanbelit është një mendim ndryshe, ata kanë marrë kështu bukfanda. Kanë thonë kush e le qoftë edhe një namaz, ka pyetje që kanë thonë kush e le këtë namazet. Ai më thonë del pivës me këtë hadith që i përmendëm. Pra është një çështje e diskutuar mes dietarëve. Mjafton mos më kon pjesë këtë debatit me fol namaz. Sa qëllimi kjo ishte, pse përmendon. Me ta dhon atë pozitën në zemrën tënde, ulemat ta kanë diskutuar çështën tënde. Ai alo pjesë e Islamit nuk i nëse nuk falesh. Sepse shumica janë e ulemave që një nuk del nga fe. Është mëkat i madh, nuk krahasohet. Bilash për mëkat më të mëdha se këtë gjëra të tjera. Kështu ka ulemat që ata thonë. Se me pirakije se zinë. Po mendon, do të thonë ndoshta shumë më të madhe, shumë ndoshta dukesh me pi një gotë me pi alkool, është shumë më të madhe, sa dukesh se kalon sorat asnjë se bëna asë kena gala as nuk e këshillon ndoshta më fal. Sepse kjo është më e madhe se kjo tjetra. Domethënë, mos falja e një namazit është gjuna më e madhe se sa me pi vodka raki shembull. Vërtet kjo është. Po vërtet. Po kjo do të thotë që ne e normalizojmë çështën e alkoolit. Po do. Vallai, kështu që ka thonë unë po fala, kështu që i bie këtë gjëra të bani. Po do. Kjo nuk është. Kjo do të pas, kjo mund të thonë hile shejtanit. Deri te po do mos i kanë kështu. Mos i kanë unë po fala, mos unë e bësh më të punë më të madhe në Islam, këto çështje unë s'pas më gale pse i bëjmë. Kjo shiko e përmend që themi që në herën dëgjojmë do muhabete dikush i dëgjon këto hadithe i thon filonit ti e qafi. Rregull, ka ulema që kanë thonë, por edhe nëse jeni atë mendimin që bëhet njëri qafir, ka këtu procedurë kush do të më thonë ti e qafir. Gjykata islame. Ne na thirrës. Ne duhet të nxit njerëz për namaz. Absolutisht. Ajo gjykata ne gabën atë do të rrimë atë vullnetin që kanë atë dashamirësinë që kanë për Islamin. Mundon edhe më thon në këtë formë, më thon me gjikun njerëz. Ja, ne na thirrës, do të marrë këtë. Penson Mekë ishte thirrës. Në Medinë kur e boni vendin e vet, shtetin e vet, atë më thon mul masa të ndryshme. Më dhënë dënimit, kose gjatë periudhës me kase, për asaj boni sabër, i thirrte njerëz natë ditë. Edhe ne, nëse familjen tonë nuk falet dikush, kushdo që janë shok, ne duhet të insistujmë jo me gjiku njerëz të çafë, kështu që më dhënë lene,
u rahatova që e bona qafi dhe që në të hecem ola. Jo, ma, kundazin e këton, ne të në shërbej neve që me kap atë madhështine e namazit.